Allahu na ka zgjidh dinin e madh dhe ai dëshiron që ne të jemi të mëdhej me këtë din, të bëhemi të mëdhej te Allah. Me adhurim, ibadet, me dhikr, me namaz, me ahlak, me bojari, me fesnikri, me burni, me zemërgjërsi. Kohën e Omerit erdhi një njeri prej luftës dhe tha Omerit: "Ja Amirul Mu'minin, betejë e Nahawendit, qytetit Nahavend përfundoi dhe musliman fituan. Erdha me të marrë myshde, me të përgëzu. Muslimanët marrën tekbir, Allahu Akbar, u gëzu shumë. E pastaj Omeri po vetë, po kush o vra pe muslimanëve? O vra filani, po i një emna. Dhe po thot, dhe shumë të tjerë janë vra, që nuk javdi emnat. Nuk i një. Omer radiallahu anhu, po kam, e po thot, e qka i dëmëtan ata fakti që Omeri nuk i një. Kurse Allahu i ka përzgjedhur shahid. Po mos e njofsha unë një Allahu i vet. Sa njerëz janë ngritë Allahu pa njoft të tjerët. Sa njeriu është flijuar për këtë din, këtë vend. Sa njeriu krejt jetën e tina ka qenë argati dinit Allahut. Sa njeriu bëhet sebeb, ndërtohet një xhami dhe qëra sot një mu shumë të plot. Edhe ju një dit, po 500 vjet, 700 vjet, nështë 1000 vjet. Dhe emna ati që po sebeb, kërkush nuk e din. Se ka dik para 50, 100, 200, 500 vjetë. Por të Allahu ata në të mëdhej. Sa nonat tona, sa matrat tona, sa printët tonë janë. Të njerëzit nuk kanë shumë pesh. Ama të zotje për atyne që Allahu krenohet me ta para me laqeve të ti.